janë disa volume. Janë 5 volume, 5 volume me nga 1000 faqe, 5000 faqe. Ndërsa unë jam përpjekur të gjej sponsora për ta përkthyer këtë, kam bashkëpunuar dhe me disa businessmen në Kosovë, të cilët e ndjekin këtë çështje dhe janë të interesuar, por nuk ka mundur dot të gjej sponsora që të gjejmë përkthyes edhe t'i vendosin, po është një punë kolosale dhe do një çik pagesa të mira kjo punë, po që për këta biznesmen të mëdhenj që kemi ne, nuk janë ndonjë problemi madh. Mirë, po kujt t'i thuash, këta që e kanë mendjen për para, këta se kanë idenë në shpirtit fare, dhe nuk e kanë idenë se ç'është historia, e këta thonë ndodhin luftë, ne marrim lekët e ikim në një vend ku ka paqe. Nuk është ajo. Na ruhet fare, thonë se vriten shqiptarët, ju ka humbur ndjenja kombëtare. Ndjenja e tyre kombëtare është bërë paraja. Nuk është çështje e ndjenjës kombëtare këtu. Për shembull, ne do të flasim që problemi është mes shqiptarëve. Nëse shohim historinë e doktor Adhamidi Frasari, që ka qenë një biznesmen shumë i madh në Egjipt, ka kontrolluar gjithë tregtinë. Nga familja e këtyre, e Kristofrashit e këtyre, po, nga familja Adhamidi janë këta. Po, një nga familjet më të ndritura që ka njohur historia e kombit ton, po ta shohim ne ka qenë Anton Zagoçajubi që e ka denikruar në doktor Adhamudi dhe gjithë popullata nuk ka pasur asnjë lloj ideje që ky njeri që këta e shanin si doktor Adhamudi, në fakt ishte një figura më ndritur kombëtare që ka lobuar në mënyrë të nëndveshme të gjitha marrëveshjet për shpëtimin e Shqipërisë, përfshirë dhe marrëveshjen me presidentin Wilson. Pra, ne duhet kemi parasysh ka paguar parë, ka shkrirë pasurinë e vet për të ngritur këtë Shqipëri të copë Shqipëri që ngeli. Ka shkruar